Doktoresha Sërbes, pak me herët e përmende se jemi në fund edhe po duhet edhe këtë pyetje mos me i bordë sepse na ka ardhur shpesh si pyetje. E përmende çka duhet parafërsisht të bëjë një pacient i cili ka bë PCT dhe 48 orët e ardhshme çka duhet bëj. Po nuk e di a është e vërtetë apo mit apo si qëndron na thua ti. Ato 48 orë thuhet që ai pacient nuk duhet ta përdor tualetin e njëjtë me familjarë tjerë. A është e vërtetë? Okej, na edhe sa qëndron domethënë në spitalin në rezonanca këta pacienta qëndrojnë bashkë, domethënë edhe përdoren veç një tualet, që të njëjtën ja preferojnë edhe në shtëpi, po prap po e cik edhe po e potencoj. Të moshat e reja, në këtë rast mia, mosha e re llogaritet edhe çdo person që është në fazën e fertilitetit që menon për moment shtatzon. Për shembull, çifti moshës teme që nuk ka masi planeve, nuk e ka asnjë problem edhe nëse përdori banjon e çati pacientit, edhe nëse qëndroj me ta, edhe nëse qëndroj krejt afër, sepse çush i largohet atij pacientit që ky radioaktiviteti, më largohet edhe mu. Më nis nakt kolegët e mi mjekësi nukleare, edhe na sa punojnë edhe që jemi të kohën në kontakt me këta pacienta sa materialin radioaktiv mojnë për ty nëse ata veç emitojnë material radioaktiv, na është dash kërkosh mos më punu domethënë në çet pjesën ku ka material radioaktiv. Kështu që tu nis pe këtij fakti pacienta se na staf, punojnë çdo ditë me familjarët e tyre, atëherë edhe ata nuk do të më frigu. Është gjithmonë e cek edhe ka raste kur maj ligjërata ose emisione veç për mbrojtjen kundër rrezatimit, që e kishim lënë ashta ndonjëherë tjetër, persona që janë moshë e re, ka shtazona, pacienta që janë në fertilitet, rrezatimi, ky material radioaktiv ose rrezatimi që merr prej një sete ose një rentgeni thjesht ose pe çka do, është i rrezikshëm vetëm në momenti kur qelizat janë të ndohë. Qelizat në organizmin tonë vazhdimisht ndohen. Për shembull, truni nuk ndohet, nuk shumohet, qelizat e trunit janë shumë, domethënë rezistente edhe çka dush t'i bën me rrezatim ato nuk shumohen. Në momentin kur një qelizë është të ndohë, për një që kena mësuar biologji krejt, që kena mësuar 2, domethënë bën 2, 4, 8, edhe që qeliza kur të ndohë që aty vepron rrezja X edhe ç'ke materiale, dhe nëse e nxan qelizën çet momentin kur është të ndohë, atëherë ka me marrë një mutacion gjenetik, një anomali nëse është person, një gru shtatzon ose në çat kohë qoftë mashkull ose femër që don me kryet, domethënë me kriju familje me vedi ose pa vedi ai ka ndodhur domethënë kjo, edhe të persona që janë, domethënë, këto të ndihshmërinë e kanë këto, ose të one për shemb. Nëse qeliza jame është të ndohë, njëna për qelizave që jemi ma të rrezikum paleokimia, se qelizat e gjakut çdo sekond jetës tonë shumon, atëherë nëse këtu kish me na kap që kjo doze në çat proces, unë kisha me psu në të ardhmen teme për shemb një smunje malinje. Mirë po, ose të fryti një anomali konjugitale me një problem panikisht, me një veze. Pra duhet më pas kujdes vetëm të moshat të reja. Të na që punojna me rrezatim, nashta duhet më kalu një periudhë kohore minimum me 10 vjet 15 ose më shumë, që më mujt më vret një efekt ansor të na për një në këtë rast për smunje mali. Juve me të njohur shumë si u bën kur gjë. Po jo, deri me tash nuk është se kemi ka pas efekt ansor. Gjithçka punojnë domethënë si stafi radiologji, se unë në radiologji përnaj prej 97, dhe më thonë para luftën 97, prej 99 që keu krejt kolegët e mi, krejt kemi familje, kemi fëmijë normal, dhe më thonë në kemi si kemi karcinoma taman tipike, ki predispozita prej kësajna, për smunje malinje, po jo mu frigu për shkak të punës që e bojnë.